se kene. Greta Bullari nga televizioni Klan News. Zoti ambasador, së pari dua t'ju pyes lidhur me deklaratat të cilat po dëgjojmë prej javësh nga ana e opozitës, e cila thotë se procesi i integrimit për Shqipërinë ka mbetur në vend numëron, ndërkohë që nga ana e saj mazhoranca është optimiste për miratimin e raportit të IBAR në fund të këtij muajit ose në fillim të muajit tjetër. Dua t'ju pyes se cilat janë sinjalet që vijnë nga Brukseli lidhur me këtë çështje. Ndërkohë, zoti kryeministër, ju e përmendët edhe gjatë fjalës tuaj që qytetarët shqiptar ju besuan në fushat elektorale me premtimin për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndaj, cilat janë garancitë që jep sot mazhoranca socialiste lidhur me këtë proces? Faleminderit. So, as I said yesterday, Atëherë, siç e thash edhe dje, kam dëgjuar shumë spekulime për atë që po ndodh në Bruksel dhe më duhet të jem pak pedagogjik në qasjen time gjatë kësaj përgjigjeje. Së pari, grupi i punës COELA, siç quhet, është një grup pune i cili bën bashkë përfaqësuesit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Është një grup diplomatësh të cilët mblidhen me dyert të mbyllura në praninë e Komisionit Evropian për të diskutuar dhe debatuar. Së dyti, Komisioni Evropian, po vërtet i ka dorëzuar këtij grupi pune raportin e mirënjohur si IBAR-i. Pra është një raport për të parë nëse Shqipëria i ka përmbushur piketat e përkohshme që duhet të përmbushen në këtë çast, në mënyrë që Shqipëria të kalojë në fazën tjetër që është mbyllja e kapitujve. Pra komisioni ka dorëzuar raportin dhe në fakt raporti ka bërë një vlerësim pozitiv. Tashmë janë shtetet anëtare ata që do të diskutojnë. Dhe më lejoni të them që shtetet anëtare nuk e hedhin në vot këtë raport. Është një raport e cili është e drejta e komisionit që ta bëjë këtë gjë dhe thjesht shtetet anëtare diskutojnë ato dhe ajo që duhet bëjnë ato në udhëheqjen e Këshillit dhe në këtë moment Çipros është që të miratoj një qëndrim të përbashkët të BE-s i cili do të përkufizoj dhe shpjegoj piketat përmbyllse, pra ato piketa përmbyllse që duhet të plotësoj Shqipëria që të mbyllen negociatat. Pasi siç e thash edhe gjatë fjalimit tim, kapitulli i themeloreve është i pari që hapet dhe i fundit që mbyllet, pra nuk mund të ketë mbyllje të negociatave në rast se nuk përmbushen këto piketa, këto standarde. Prandaj është një diskutim shumë i rëndësishëm i cili kërkon diskutime nga të gjitha shtetet anëtare. Pra kjo është përgjigjja ime për ju për momentin po diskutojnë të gjitha këto çështje. Faleminderit për pyetjen dhe faleminderit edhe ambasadorit për shpjegimin të cilit unë dua t'i bashkohem, sepse ju e dini që unë përgjithsisht jam mosbesues ndaj përkthyesve. Po kjo është diçka fiziologjike që nuk i bën përkthyesit me faj. Dhe dua ta përsëris. Sot në Bruksel nuk negocion Shqipëria me Bashkimin Evropian, por diskuton Komisioni Evropian me shtetet anëtare. Shqipëria negocion me Komisionin, nuk negocion me shtetet. Komisioni përfaqëson shtetet në negociatat me Shqipërinë. Dhe pastaj, fazë pas faze, kur Komisioni i konsideron të kryera detyrat e një faze, shkon tek shtetet për të paraqitur raportin e vet. Nuk e di a kuptohen. Që do të thotë që Komisioni Evropian i konsideron të përmbushura detyrat e Shqipërisë për këtë fazë dhe për të ashtu quajturat piketa të ndërmjetme. Dhe tani është komisioni që po diskuton me shtetet anëtare. Dhe të thuash këtu u bllokua nga X-i apo nga Y-i është të shesësh ajër. Dhe kush beson se ajri blihet, e blen. Por ky proces
ka një nevojë të veçantë për ju, njerëzit që jeni mes këtij procesi dhe opinionit publik, për ta kuptuar si funksionon dhe për ta transmetuar tek opinioni publik, sepse është një proces që kërkon vërtet studim për mënyrën si funksionon. Tani, garancit është njësoj si të thuash kur shkon në një luftë, çfarë garancish ke që do ta fitosh luftën. Lufta fitohet duke luftuar, një ndeshje fitohet duke u stërvitur dhe duke bërë gjitha detyrat gjatë 90 minutave, një përpjekje çfarëdo fitohet duke u përpjekur. Nuk ka një garanci të shkruar që unë doja dal që në 5 vjet të marr diplomën e universitetit pavarësisht se sa unë do përpiqem për ta marrë. Jo, ti e ke aty mundësinë, por duhet përpiqesh. Dhe ne e kemi të shkruar. Nuk është diçka e imagjinuar, por është e shkruar. Dhe nuk është e shkruar nga ne, por është e shkruar nga Komisioni Evropian. Dhe e diskutuar bashkarisht një kalendar shumë ambicios për të mbyllur negociatat. Dhe përsëris, për ne është e rëndësishme në radh parë çfarë thot Komisioni Evropian. Sepse Komisioni Evropian shikon procesin në mënyrë teknike dhe objektive, nuk e shikon në mënyrë politike dhe subjektive. Ndërkohë që subjektiviteti i shteteve anëtare është i padiskutueshëm dhe i pa vëndshëm në pikpyetje, sepse është në drejtën e çdo shteti anëtar që të ketë subjektivitetin e vet dhe të kërkojë të bëjë pyetje. Kështu që ne e kemi me komisionin. Kur komisioni thotë Shqipëria i ka plotësuar, për ne detyra është kryer dhe presim të kalojmë në fazën tjetër. Dhe ndërkohë natyrisht ne vazhdojmë punën në të gjitha drejtimet, sepse kjo nuk është thjesht një çështje e këtyre detyrave, kjo është një çështje e zbatimit ligjit, kjo është një çështje e çdo aspekti të jetës vendit, kjo është një çështje e reformave dhe e mënyrës se si ato implementohen, kjo është një çështje e raportit me mediat, dhe më erdhi shumë mirë që mundëm të vëmë dispozicion të miqve të Shqipërisë dhe të njerëzve të interesuar një raport faktesh për si është në të vërtet situata e lirisë së mediave në marrëdhëniet me qeverinë, pa i hequr asnjë presje atyre shqetësimeve të ngritura, të cilat po përpiqen të adresojmë edhe këtu me ndihmën e komisionit në ligjin për mediat, çështjet e pronësisë, çështjet e sigurisë së gazetarëve në aspektin e punës dhe në aspektin financiar, jo në aspektin fizik, se ka shumë vite që s'ka gazetar në Shqipëri të lënduar fatmirësisht për arsye politike, dhe nuk ka se si të ketë, dhe të gjithë e patë dhe e panë, dhe ka marrë shumë mesazhe nga miq të huaj, të cilët ishin të shokuar që në Shqipëri 60% e kohës televizive e merr opozita dhe që në Shqipëri thuajse 60% të medias online e dominon fryma kundër qeverisë. Dhe nëse këto dyja janë qartësisht kohë opozitare dhe frymë opozitare kundër qeverisë, pjesa tjetër nuk është pro qeverisë. Një pjesa më e madhe e pjesës tjetër është neutrale, sipas fakteve. Dhe kjo është pjesë e gjës që ne jemi dhe që duam të jemi.
shumë thjesht. Pra, garancia është tek fakti që ne duhet përpiqemi për ditë. Dhe pastaj është komisioni që na gjykon. Thank you, Prime Minister. We take two more questions. We take them together so we can then conclude and move to the more pleasant part of the day. Thank you. Pyetje për zoti kryeministër Bekim Bici nga Ora News. Shqipëria po vijon një proces të gjerë reformash, ku ndër reformat që pritet të miratohen dhe janë në proces është reforma territoriale dhe reforma zgjedhore, për të cilat edhe Bashkimi Evropian ka kërkuar konsensus politik. Nga ana tjetër, Partia Demokratike propozon deri më tani për sa i përket reformës zgjedhore një sistem proporcional kombëtar. A ka konsensus nga majoranca për miratimin e kësaj reforme, ndoshta edhe të këtij propozimi, dhe nga ana tjetër për zotin ambasador, sa real është mbyllja e të gjithë kapitujve negociues deri në vitin 2027 dhe integrimin e plot deri në vitin 2030? Faleminderit. Tani, unë do thosha që për sa i përket reformës zgjedhore, duhet të kontaktoni me drejtuesin e këtij procesi nga ana jon, që është Damian Gjiknuri, i cili mund t'ju japi një panoramë të plot të qasjes son lidhur me këtë reformë. Unë personalisht e kam thënë gjithmonë dhe përsëris, ne jemi të hapur të dëgjojmë me durim çdo që ulet në tryezë për të folur dhe për të dëgjuar. Imponime, edhe ultimatume, edhe qëndrime të paracaktuara, besoj që është mjaftueshëm kohë e gjatë për të kuptuar që me mua dhe me ne nuk funksionon. Dhe një gjë mund të them, që ne jemi shumë të interesuar për të ulur numrin e deputetëve të parlamentit. Dhe uroj që të ketë konsensus në këtë drejtim për të racionalizuar këtë gjë, dhe pastaj nga këtu çdo diskutim tjetër është i hapur, ndërkohë që përsa i përket reformës administrative territoriale, procesi është zhvilluar në mënyrë shumë gjithëpërfshirëse në territor, janë bërë dëgjesa, janë bërë diskutime, janë bërë dhe aty procesin e drejton dikush që unë besoj që është njeriu që ka të gjithë kompetencën për të folur për këtë subjekt, i cili është shumë i përgatitur edhe i cili patjetër është një pikë referimi nëse ju doni gjëra më të detajuara, po themi. Ndërsa përsa i përket çështjes 2027-s, duhet ta përsëris që 2027 është një objektiv i vendosur bashkarisht. Por është lënë dhe një hapësirë që gjëja për një arsye apo një tjetër mund të ketë një zgjatje deri nga mesi i 2028-s. Kështu që jemi pak a shumë në të njëjtën gjatësi vale dhe për këtë arsye 2030 është vendosur si një objektiv, po themi, madhor, sepse pas negociatave është procesi i ratifikimeve, është procesi i miratimit nga shtetet, kështu që ai kërkon një kohë por 2027 është e bëshme dhe është aty e vendosur bashkarisht. Let me also address the question of territorial reform. reform and Çështjen e electoral reformës territoriale administrative dhe asaj zgjedhore, sepse këto janë dy procese të cilat ne po i ndjekim nga afër. Reforma zgjedhore, ju ndoshta e dini që një nga kërkesat që kemi caktuar si pjesë themeloreve është pikërisht që Shqipëria të plotësojë rekomandimet e dhëna her pas here në vimësi nga OSBE Odiri, pra po e ndjekim këtë nga afër sepse është pjesë e standardeve demokratike dhe në këtë kontekst pluralizmi demokratik është shumë i rëndësishëm. Pra këtë çështje po e ndjekim nga afër. Edhe reformën territoriale administrative po e ndjekim nga afër sepse Shqipëria
duhet në fakt të ketë një administratë vendore që të përfitoj nga antarësimi e saj në BE dhe të marrë të gjitha avantazhet e saj, sepse ju e dini që pothuajse të gjitha programet që ka Bashkimi Evropian kanë të bëjnë pra me qeverisjen vendore dhe qeverisjen rajonale. Dhe dje për shembull ne lançuam një program me kryeministrin që quhet BE-ja për bashkitë dhe që ka të bëjë pikërisht me fuqizimin e kapaciteteve të administratës vendore. Ndërsa sa i përket objektivit të vitit 2027 për mbylljes së të gjitha negociatave dhe antarësimit në 2030, unë gjithmonë e kam thënë që kur kam ardhur në Shqipëri, që është tejet e rëndësishme, skajshmërisht e rëndësishme, që të ketë një objektiv të qartë, pasi mban të dyja palët të përqendruara, të fokusuara, si Shqipërinë, ashtu edhe BE-n. Dhe në fakt kjo ka treguar vlerën e saj, sepse unë do të thosha që ka patur një përkushtim të plot të Komisionit Evropian, të shteteve anëtare për ta ndjekur këtë proces në vimësinë e vet. Gjithashtu, ajo që ne kemi theksuar është që ritmi i reformave shumë i qartë që është shumë intensiv, por nuk duhet të vinë në dëm të cilësisë së reformave. Dhe ne kemi theksuar nga hera se sa e rëndësishme është që këto reforma të kryhen në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse, pasi vetëm kështu do të ketë qëndrueshmëri. Faleminderit dhe pyetja e fundit. Do doja të dija se programi sot do të cilë në këtë javë të kulturës europiane, do të cilë më shumë përvojë artistike nga të huajt apo artistët shqiptar. Duke marrë në konsiderat javët kulturore ndërkombëtare, për gjatë këtyre 4 viteve kemi pasur artistë të huaj që kanë mbritur në Shqipëri, në skenat shqiptare, po nga ana tjetër të pakt kanë qenë shtete të cilët kanë mbështetur artistët shqiptar. Në këtë program që keni planifikuar, në këtë program artistik, cilat janë përzgjedhjet tuaja dhe çfarë do të kemi? Well, I'm happy to say that the Me program... kënaqësi mund të përgjigjem që programi është ekskluziv dhe ekskluzivisht për artistët shqiptarë. Dhe dëshiroj të them diçka që tha edhe kryeministri i Shqipërisë, që ndonjëherë Bashkimi Evropian duket sikur është shumë i inkuadruar në ato kornizën e vet që i detyron njerëzit që të sillen në një mënyrë të caktuar, por ne duam të ndjekim parimin që Bashkimi Evropian është një hapësirë e hapur, e cila u bën të mundur të gjithë qytetarëve që të jenë të hapur, të shprehen tërësisht, të angazhohen me njëri tjetrin. Dhe ky ka qenë edhe objektivi, synimi ynë, dhe siç e thash që prej fillimit ne lançuam pra një thirrje për interes dhe kemi patur më shumë se 250 artistë që ishin të interesuar. Dhe kjo tregon se sa krijuese është Shqipëria. Na u desh të përzgjidhim vetëm 10, pasi i gjithë projekti do të mund të bëjë mundur vetëm me këtë numër. Por do të shikojmë pra edhe projekte tjera në të ardhmen, po ndërkohë ne kemi këtë projekt që është shumë i rëndësishëm, është si ajo që kemi bërë për shembull në dhjetor, që është festivali i letërsisë europiane. Aty kemi të kundërtën. Kemi autor evropian që sjellin këtu çështje që ato i ngrin në krimtarinë e tyre, migrimin, identitetin, të gjitha këto çështje të cilat janë shumë të rëndësishme dhe janë pjesë e vetme, janë thelbi, janë zemra e procesit të antarësimit në BE. Faleminderit. Është një temë interesante. Javët kulturore të vendeve të tjera nuk janë për të promovuar artistët shqiptar, janë për të promovuar kulturën e vendeve të tjera dhe qëllimi është që sa më shumë artistë dhe sa më shumë protagonistë të kulturës së vendeve të tjera të jenë të pranishëm në Shqipëri, sepse kultura dhe arti nuk kanë kufi dhe ato i shërbejnë çdo publiku, dhe sidomos publikut shqiptar, i cili ka qenë i privuar nga kultura dhe arti jashtë kufive dhe jashtë perimetrit të realizmit socialist për gjysmë shekulli. Nga ana tjetër, për sa i përket artistëve shqiptar, po të shihni pjesën që ka të bëjë me mbështetjen që japim ne si qeveri për artistët shqiptarë vjen në rritje dhe numri i aktiviteteve dhe numri i projekteve është shumë i madh. Dhe këtu ne jemi të lumtur që edhe Bashkimi Evropian përmes Komisionit celebron ditët e Europës
me artistët, me projekte të artistëve shqiptarë. Dhe e fundit që kam është diçka që lidhet me këtë temë dhe me arkitekturën. Dje kam pasur një diskutim me një ndër arkitektët më të mëdhenj të botës, i cili është kines. Dhe punon në Shtetet e Bashkuara, punon në Kanada, punon në Kinë, punon në Europë. Dhe më ka thënë eksaktësisht të njëjtën gjë që kam dëgjuar edhe në mjedisin tonë. Në fillim, kur Kina u hap ndaj arkitektëve ndërkombëtar, pati një debat shumë të madh që po arkitektët lokal çdo bëjnë tani. Në ndërkohë që fal asaj hapje, Kina sot ka një numër arkitektësh që janë ndërkombëtar dhe që janë ndërkombëtarisht të vlerësuar dhe të kërkuar. Që do të thotë që me arkitektët ndërkombëtar në Shqipëri ne kemi krijuar praktikisht shkollën më të madhe të arkitekturës në qiell të hapur në Europë. Nuk ka asnjë vend tjetër evropian ku të mund t'i gjesh arkitektët që punojnë në Shqipëri në të njëjtin vend duke punuar në të njëjtën kohë. Dhe të gjithë ata arkitekt punojnë me studio lokale. Dhe të gjitha ato studio lokale që punojnë me ata arkitekt praktikisht marrin një dije dhe një eksperiencë të paçmuar që s'do e merrnin kurrë duke paguar për të shkuar në leksionet e tyre në universitete të famshme të botës dhe duke qenë atje 1 nga 200-300 njerëzit që dëgjojnë një leksion. Ndërkohë që janë në ndërveprim të vazhdueshëm me ta. Dhe unë ditë them këtë, që nuk do t'jetë e largët dita kur arkitekt shqiptar do të hynë në konstelacionin e yjeve të arkitekturës botërore. Dhe vetëm e vetëm fal këtij ndërveprimi dhe fal këtij miksimi. Kështu që ne duhet ta shohim mundësinë për të sjell kultura të vendeve të tjera, për të sjell eksperjenca të vendeve të tjera si një mundësi të artë për të zhvilluar ne vetë, sepse jetojmë në një botë pa kufi, nuk jetojmë më në bunkerin e shokut anver. Shumë faleminderit. And now invite